Mu faktikisht ludëm kalzaj, tha që shtë ja kumbove, që ja ka qitë, ta shani dhe edhe abiden, a mu që edhe të kanë grija në isan, ta ka shtrënguar. Ty duhet me ta bu të shto. Po në moment, unë nuk e di do me thonë qatë që më konë, thesha mos jem ka egzagjeroj, vla, mos jem, se për një men nuk është që nuk jem një me menjet presht, i kuptoj hajgarit, vla, 100 herë, adin se ma bëj këtë ty ta ngulli thike, ty lyp me të reje, që si sene, apo kuptoj. Edhe normal, unë nuk jam njëri që i egzagjeroj senet si Alba për shamën, edhe i kuptoj me letësi, po qa që jam një ciklet, sa që nuk dita, adin vla, që asë me reagu, edhe e këqyra labin. Edhe mu po më pengon fakti që është një temë shumë e nishme edhe për një me, vlati nuk mund është me ditë ku je ka prejk njëri me këtu tema. Okej. Edhe përsi nuk reagon njëri, normal që këtu sa në keq kuptohen se femnat e kanë këtë punë, a e ka kuptohen. Mu so kam pëlqen pej 2 anëve, do me thonë. Unë jem gacë mu pej Ta persu. mundohem ja lungë kësoj në fojnë që s'ka reagu, Që ka thomena se jashtë ka mira, jo mira pak, qindra mira roste që ka femnat që pësojnë ngacmime seksuale prej meshkujve, edhe shumë matrona, po matrona dhe nuk e kanë guximin me shpre. Gruaja e martuar jashtë pëson një ngacmim. Qysh ka guxim me i thonë burrit të më kanë ngacmu. Burri gjë e parë që thot është faji. se faji i